Në një kohë kur mbrojtja e mjedisit është më e rëndësishme se kurrë, shkollat po luajnë një rol vendimtar në edukimin e brezit të ri për të kujdesur për natyrën. Një shembull i spikatur është klubi i mjedisit në shkollën Gjeladin Rekaliu në Podujev, i cili organizon aktivitete të ndryshme për nxënësit e të gjitha klaseve. Ky klub angazhon nxënësit në aksione praktike, si pastrimi i oborreve dhe hapësirave publike, mbjellja e pemëve, riciklimi dhe promovimi i kursimit të energjisë. Përmes këtyre aktiviteteve, nxënësit mësojnë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe fitojnë zakone të qëndrueshme që mund t'i aplikojnë edhe në jetën e përditshme. Përmes klubit ne promovojmë një sjellje më të mirë kundrejt ambientit që e kemi, qoftë ajo brenda ose jashtë shkollës. Duke qenë se jemi klubi Gjelbër, atëherë kemi marrë edhe iniciativa me klubet e tjera, si për shembull me klubin Medial dhe me klubin e debatit, ku përmes tyre kemi mundur të çojmë një mesazh të mirë drejt nxënësve edhe personave të tjerë të cilët mund të jenë edhe jashtë shkollës. Pjesëmarrja e nxënësve nga klasa të ndryshme krijon një atmosferë bashkëpunimi dhe përgjegjësie ndaj ambientit, duke ngjallur tek ata një ndërgjegjësim të hershëm ekologjik. Me klubin e debatit, i cili është funksional gjithashtu këtë vit në shkollë, me të jemi munduar që të çojmë tema ose të ngrisim tema të ndryshme, që të ndihmojmë për ambientin, të flasim se si lloje të ndryshme të lëndëve narkotike ose të lëndëve që janë alkoolike ndikojnë në trupin tonë. Ato, sigurisht e dim gjithë, ndikojnë shumë keq në shëndetin e njerëzit edhe në ambientin që e kemi. Përmes klubit Medial, aktivitetet e klubit të mjedisit arrin të bëhen të njohura për të gjithë shkollën dhe të nxisin pjesëmarrjen e tyre. Me klubin Medial, ne kemi marrë iniciativë të krijojmë disa filma të ndryshëm, ku njëri ka qenë kundër bullizmit, e tjetri ka qenë kundrejt mbeturinave që shfaqen në ambient, ku kemi marrë thënie të ndryshme, kemi folë edhe kemi bë me aktrim të nxënësve të cilët kanë pas talentin. Klubi i mjedisit organizon aktivitete vit pas viti. Aktivitetet për pastrimin e shkollës edhe ambientit shkollës bëhen vit për vit, me qenë se janë datat e saktuara. Vitin e kaluar kemi marrë iniciativë që të gjitha klasët të shkollës të pastrojnë klasët e tyre e mandej edhe ambientin e jashtëm që ka qenë oborrin, karriket e ndryshme ku përmes jemi da grupe, kemi mbjell fidan të ndryshëm, kemi pastru vendin, klasët jashtë, brenda, edhe nuk jemi shumë të hapur për këtë punë për shkak se nuk e kemi, si me thonë, vetë një herë që e bëjmë. Përmes aktiviteteve të tilla, klubi bashkë me përfaqësuesen Djela Ferati synon të përcjell tek të tjerët edhe një mesazh. Për vete, mendoj se gjithë kur hedhim ndonjë mbeturinë ose diçka, thojmë hajtë se veç një është, nuk bëhet. Po ky mendim vazhdon edhe shpërndahet të gjithë. Për shembull, unë them hajtë se veç një, po më keq që po ju marr për shembull si ju thoni veç një për gjujë sa ne, kjo vazhdon të gjithë popullin. Kështu që përderisa ti mundesh me shkatru ambientin, provoje që të jesh edhe më mirë, edhe të fshish diçka ose të marrësh mos me bë atë. Në këtë mënyrë, klubi i mjedisit shndërrohet në një platformë edukative që lidh teorinë me veprimin konkret.